Një vajzë e vogël ishte mësuar të shëtiste pranë liçenit të fshatit. Ajo vërente gjithë habi pas ujërimin e saj në ujin e liçenit të qetë. Një ditë, ajo mori me vete edhe vëllain e saj të vogël, dhe ndërkohë që po krite flokët duke u parë në ujin e qetë të liçenit, vëllai mori një gur dhe hodhi në ujë. Menjëherë, uji formoi rrath njëri pas tjetrit, të cilët e trazuan pas ujërimin e vajzës. E zemëruar shumë, ajo filloi të bëjë çmos në mënyrë që ta qetësojë liçenin. Aty pranë kaloi një burr i moshuar, i cili kur e pa vajzën të shqetësuar, e pyeti: "Çfarë ka ngjarë, moj bi? Çfarë të shqetëson?" Vajza i rrëfeu gjithçka me një frymë. I moshuari buzëqeshi dhe i tha: "Unë do të tregoj mënyrën e vetme si ti qesosh valët e liçenit, por kjo është diçka e vështirë dhe as pak e lehtë." Dhe vajza i tha: "Do të bëj gjithçka që mundem me qëllim që liçenit t'i kthej pamjen e tij të qetë." I moshuari u përgjigj: "Thjesht lëre liçenin të qetësohet vetë. Janë disa probleme dhe vështirësi, të cilat kur mundohemi t'i zgjidhim, thjesht i vështirësojmë akoma më shumë, edhe pse qëllimi ynë është i pastër. Ajo që duhet të bëjmë në raste të tilla është që t'ia lëm kohës. Ajo do të di vetë si t'i trajtojë dhe t'i zgjidhë ato." Për më shumë, na ndiqni në rrjetet tona sociale Akropoli i Ri.